Trashëgimia arkeologjike në Shkodër përfaqëson një pasuri të rëndësishme historike. Në Muzeun Historik, një prej objekteve që tërheq vëmendjen për rëndësinë dhe kohën e zbulimit është gurvarri monumental i Kajahanmit, që konsiderohet ndër gjetjet më të vona arkeologjike në zonë. Objekti më i vonshëm arkeologjik është gurvorri i Kajahanmit. Ajo ka qenë motra e Karamamut Pash Brushatit, ka një histori gjatë, ka pas një veprimtari të gjatë bamirësijet. Vorri është bërë në vitin 1828. Dhe ka qenë deri në vitin 1967, kur u prishën objektet e kultit, u prishë edhe ai vorr dhe nuk u ditë më asgjë. Në 96-ën vjen një sinjal nga zona që është zona e spitaleve sot. Kishin zbulu mishkrimin, kishin zbulu dhe gurët e vorrit dhe ato e kanë sjellë me karrocë mekale, kanë ngarku gurvorrin dhe e kanë sjellë muzeut. Një tjetër objekt i ekspozuar në muze mbetet ndër më të veçantët për studiuesit për shkak të karakterit të tij enigmatik. Objekti më i veçantë që vjen nga periudha arkaike është një mishkrim, quhet mishkrimi i Dobraçit, prej vendit ku është gjetë në vitet 60. Është ky objekti këtu. Është një mishkrim i cili nuk dihet se ç'është shkruar, në çfarë gjuhë dhe me çfarë alfabetit. Megjithëse ka pas përpjekje të ndryshme për ta deshifruar, deri më tash të gjitha përpjekjet kanë dështuar. Metet një mishkrim enigmatik në territorin e qytetit tonë. Muzeu Historik i Shkodrës vijon të mbetet një pikë referimi për njohjen e historisë dhe trashëgimisë kulturore, ndërsa objektet që ai ruan vazhdojnë të tërheqin interesin e studiuesve dhe vizitorëve.